po hetohet Edi Rama. Pse? Nga Spaku? Po. Nga Spaku? Balluku është një nga provat për Ramës. Sigurisht do fillot me të për ta provuar çfarë ka bërë Rama nëpërmjet saj. Ku ajo ka përgjegjësi penale ekstreme. E ka guximin ta bëjë Spaku këtë? Sigurisht, Spaku e kam deklaruar edhe herë të fundit në studion tuaj që Spaku ka vaksinat e tjera tani. Ka guximin, mbrojtjen dhe mbështetjen. Si në klimës së re. Klimën e re para pas vajtjes në dash po thua. Pas Krishtit. Fillojmë me tunelin. Po. Ajo që zoti Ameda e tha atje para 9 muajsh, që është një shtatzani që polli tani në muajin e 9, ka qenë Belinda Balluku dhe Edi Rama në tavolinë në bisedë me turqit fitues të tendrit. Njëri nga turqit është ish deputet i partisë Erdoganit, që është administratori i kompanisë fituese. Pra ka dhe ngarkesa të tjera të këtyre misive, dhe ai tender është vendosur në atë tavolinë. Dhe nuk ka vendosur fitues Balluku. Kur është Rama aty, nuk vendos Balluku. Ajo është ekzekutore, le themi administratore, që çon porosit e shefit. Dhe duke firmos. Natyrisht. Duke nga Rama 1 në Rama 3, po të bëjmë mbledhje qeverie, do të shkojnë ta bëjnë 313 se janë gjithë orë të arratisur, orë në burg, orë pandehur. Tani, po i marrim me radhë, i harmonizojmë me përgjigjet e zotit Dumani në parlament. Dosja e termocentraleve ku është Balluku Jurikim, që do jetë ajo me kusure hetimi. Ish ambasadoresha, që është ishte barë në oborën e BD-s. Është në hetim, thej. Pra Balluku është edhe atje. Për termocentralet e prodhimit të energjisë. Aeroporti i Vlorës është në hetim. Është sigurisht Balluku atje. Aksi është në hetim, po kur është Balluku është Rama. Është Rama atje. Ekoparku është në hetim, thotë zotëria. Është Rama atje. Pra, po këto kemi parë edhe me incineratorët kanë qenë hetim, po në fund Erion Veliaj është për tjetër çështje sot. Edhe për incineratorët. Sërish Dumani theksoi që është në hetim. Pra ka episode të incineratorëve që janë thelbësore të pahetuara. Po hetohet Erion Veliaj për ato. Ka dy gjëra që Dumani nxori mosveprimin e institucionit që drejton. Njëra është kjo e incineratorët për firmën e Edi Ramës për kompaninë Fantazm. Dhe një tjetër që mua më kanë bërë përshtypje është kur pyet për dosjen e Xibrakës, për vëllain e kryeministrit Olsi Ramën, dhe tha u bën veprim dhe pastaj u vendos pezullim për mos identifikim autorësh. Zoti Dumani, oficer policie BKE çfarë jeni? Prokurori i përgjithshëm, se ai ka pas dosjen në dorë. A ka mundësi ta nxirrni ato foton e atij që nuk njihni, ta njohim ne shqiptarët? E kanë foton e personit të pa-identifikuar. Pra nuk ka guxim Spaku. Pse ja kthe policisë? Se policia i njeh, prandaj nuk e nxjerr. Po, pra nuk ka guxim. Pse ke këtë? Po pse ke ti këtë? Po vllai kryeministit. E kam të bindje sepse fotoja është. Jo, pse ke bindjen nga ana tjetër që do të shkojë kësaj radhe prokuroria? Po këtë radhë urdhrat janë tjetër gjë. Kartelet e drogës në prioriteti i administratës Rama nuk ka perni që janë ndal. Ti mendon që është atë që më the edhe në kryet herës dhe e lan për gjysmë, pra ti shikon edhe këtë dimension. Sigurisht që po. Dhe ai nuk do të thotë, ai është prioritet. Dosja e Ramës kryesore është për e drogës. Dhe kam vënë re edhe me emërimin e drejtorit të portit të ri sot, ish deputet dhe ish ministër i Kosovës, zgjedhën bëhet drejtor i portit në Durrës. Drejtori i portit në Durrës është më shumë se ministër, sigurisht. Por edhe shefja e shërbimit informativ është qytetare e Kosovës dhe ç'ndodh? Porti i Durrësit është pas Antverbit. Kaloi ngarkesat e kokainës det dunjaja atje. Kujtojmë dhe deklarimin e zotit Dumani edhe në parlament dje, por edhe më herët në takimit pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara, takimin në Dashnë me Byron kundër narkotikëve, duke theksuar se grupet kriminale shqiptare të trafikut të drogës bashkëpunojnë fort me grupet të trafikut serb. E theksoi edhe djem. E ritheksoi. Pra këtu tani kemi një ekuacion që ka hyrë në rrugën e zgjidhjes. Dhe ka diçka shumë interesante, për cilën nuk kam informacion, një pjesë jo e vogël e këtyre informacioneve të kësaj dosje, ku hyrja është e 2 milionë që mbikëqyrje së një tenderi, vinë dhe nga telefonat Sky Encro. Edhe për këtë çështje, njerëz që janë të përfshirë në këtë dosje kanë komunikime me telefonat Sky Encro, të cilët janë identifikuar, është ministër, është drejtor, është kryeministër, por strukturën e posaçme është i ditur emri, mbi emri, posti i personit, kuptohet i kësaj dosje, pra me shumë pushtet, ata e kanë të material, e kanë të lëndë, kanë marrë jo pak të dhëna. Si ka mundësi që nuk është Dumani në këtë dosje atëre?
Domani është një prokuror që do jetë jo drejtues. E çuditshme. Mandati është e çuditshme. Sepse Domani nuk e ka deklaruar vetë që në gjitha dosjet ku janë hetuar zyrtar të lartë për të mbështetur prokurorin e çështjes, unë jam përfshirë dhe vetë pavarësisht se drejtimin e timit e ka pasur prokurori. Domani ka pasur raste jo të... Pra ka vendosur vetë si standard. Ka pasur raste jo të pakta të dosjeve në strukturën e posaçme ku ai mund ta provonte këtë dhe kryesorja është Charles McGonigal që mush 4 vjet për nisja e procedimit penal. Shmangur Domani në këtë gjë, kjo është pyetja. Tani sigurisht do të mos pasur informacion, do ta analizojmë. Pas le të themi luhatjeve, dekoratave, zhvillimeve të fundit nuk ka qenë i kuotuar për ta marrë këtë dosje. Dhe të premçi që ka bërë sa të dosje të tjera, po zotrin tjerë sepse jemi edhe në praktikën zgjedhjes drejtuesit të bërës kombëtar. Të strukturës posaçme, po edhe të BK-s. Po. Edhe aty ka edhe prokurorë që nuk duhet të ishin as prokurori, të kandidojnë në këtë histori, që kanë probleme me drejtsinë. I kanë mburuar, i kanë fshirur pikërisht ata që janë aty. Dhe për këtë duhet përgjigjet dikush. Po, e megjithatë, prapë pikpyetja mbetet. Ajo që është thënë, duhet përmend edhe këtë faktin e patjetër. Kodeve të telefonave Sky, të njerëzve të kësaj, të rëndësishëm kësaj dosje që janë zbuluar, janë identifikuar dhe janë në strukturën e posaçme. Materiale të shumta të këtyre dallaverave kriminale abuzuese, të këtyre parave, të këtyre lidhjeve të bandave, se si janë kërcënuar njerëz brenda sistemit për të shpërndarë punët aty ku jepi porosia. Dhe ky hetim do nxjerrë edhe ngjarje të tjera të atyre që mund të jenë qeli sot, po s'kan pasur destinacion tjetër, vetëm shkojnë aty ose të shkojnë aty ku nuk ka derë, se ka dhe institucione që nuk kanë derë. Ndaj them këto materiale që i kanë edhe struktura e posaçme, por edhe ata që mbështesin strukturën e posaçme, i kanë pasur që nga nëndori vitit të shkuar, pra kanë sjellë një binar tjetër, një rrugë tjetër se ku duhet të shkuar. Pra nuk mendon që është përsëritje e historisë së Erion Velis. Nuk mendoj se është mega aferë të jashtëzakonshme sot ndodhet në paraburgim